Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahun e falenderoj, Muhammedit alayhi salatu wassalam, salat dhe selam i dërgojmë. Dërëm vllazën, jemi në ligjëratën e tretë me radhë, duke fol për biografinë e Imam Ahmedit. Kemi tregu disa ngjarje interesante që ndërlidhen me jetën e tij dhe rrugtimin e tij për me arrit diturinë. Imam Ahmedi, sikurse edhe dietarët e tjerë që kanë qenë para tij, por edhe ata që kanë ardhur pas tij, nuk kanë shpëtuar pa u sprovu. Pa u sprovu mirë, po sprovat kur të vinë prej armiqve janë të mirëpritshme. Edhe njëri nuk mërzitet fort shumë, pse se prej armikut çka spritet. Mirë, po kur këto sprova vinë prej atij që e beson e njëjtin Zot, ju drejtohet të njëjtës kible, e pasoni një pejgamber, kjo është pak më e rrezikshme dhe pak më e mërzitshme. Imam Ahmedi fatkeqësisht u sprovu prej këtyre njerëzve që janë thirrë që jemi musliman. Pikërisht njerëzit që kanë qenë prifta në atë kohë kanë pas respekt shumë të madh për Imam Ahmedin. Sa që kanë shku dhe kanë vizitu dhe kanë pas dëshirë me pa. Ndërsa ata që kanë pretenduar që jemi musliman, pikërisht që të kanë dashur me sprovu Imam Ahmedin, ku inshallah sot do të flasim për sprovën që ka godit Imam Ahmedin. Në kohën e Imam Ahmedit është përhapur një sprovë shumë e madhe që nuk njeh historia e Islamit përpara që ka ndodhur kësaj lloj sprove. Për këtë arsye thuhet që Islamin e kanë mbrojtur dy veta. Pra Allahu Islamin e ka mbrojtur me dy veta, me Abu Bekrin në kohën kur njerëzit kanë dalë prej Islamit, edhe me Imam Ahmedin në kohën kur është përhapur fitneja për me ndryshuar diçka prej Islamit. E pse kanë specifikuar Imam Ahmedin kur e dimi që Abu Hanifa është sprovu, Imam Maliku është sprovu, Imam Shafiu është sprovu, pra krejt dietarët janë sprovu, për shkak se në kohën e Imam Ahmedit sprova ka qenë e madhe, e para kjo, e dyta Imam Ahmedi ka mbet i vetëm duke u përballë me këtë sprovë. Për këtë arsye specifikojnë dietarët Imam Ahmedin për shkak se ka qenë i vetmi që e ka mbrojtur dhe ka qëndruar stoik rreth parimeve islame. Për këtë po të lëshonte penj, edhe po të gjunjëzoi edhe Imam Ahmedi, don kish me qenë çaj besim që është përhap, kish me qenë deri në ditët e sot me fatkeqësisht. Por elhamdulillah Allahu e ka mbrojt Islamin dhe i ka mbrojt parimet e Islamit duke u bërë sebeb Imam Ahmedi që do ta mësojmë pastaj. Kjo sprovë dërun Allahun nuk ka zgjatur 2 ditë as një vjet, por ka zgjatur mbi 15 vjet. Domethënë Imam Ahmedi ka qëndruar duke u përballë me sprovat që kanë bëjnë vetëm me një fjalë goje, kanë zgjatur mbi 15 vjet. Për këtë arsye ka qëndruar rreth 30 muaj ka qëndruar në burg. Ka qëndruar në burg, por jo vetëm në burg, po është rrah, është përsekutuar në burg, tana nuk ka nejt vetëm i vetmu mirë, por ka qëndruar në burg i prangos në kam edhe në dur. Më thonë, çka o ma keq, çka mund të më bëj mas keq në njëri të burgos, ja kanë bëj Imam Ahmedit mirë, por elhamdulillah nuk kanë pas sukses që me kthy prej parimit që ka besuar që është i saktë. Kjo sprova rreth për fitnën e Imam Ahmedit ka ndodhur në kohën e Memunit. Halife i muslimanëve ka qenë Memuni. Memuni kur ka hyrë si halife i muslimanëve ka pas vetëm 28 vjet. Pra vetëm si 28 vjeçar është bërë halife i muslimanëve. I Memuni ka qenë i mençur, ka qenë i dijshëm. Mirë po, dietarët Mu'tazili që kanë jetuar në atë kohë, Memuni i ka përkrahur çdo dietar. Mu'tazili është një fraksion i devijuar, për shembull, ato si bazë kryesore kanë mendjen. Mendjen nuk e përdorin si mjet për me kuptu shariatin, argumentet, mirë po mendjen, logjikën e kanë si bazë, mbi të cilat ndërtojnë pastaj argumentet e shariatit. Pra bazë kanë mendjen, pastaj argumentet. E ne dim që Ehlusunnet e kanë njëherë argumentin, pastaj mendjen. Për këtë një prej parimeve të Mu'tazilive ka qenë që ai që bën gjuna të madh, këtë botë nuk i themi as besimtar, as pa besimtar. Mirë po në botën tjetër është përgjithmonë në xhenem. Kush bën gjuna të madh, këtë botë nuk i themi as besimtar, as pa besimtar, po në botën tjetër është përgjithmonë në zjarr të xhenemit. Ç'kjo është besim te Mu'tazili. Mirë po ajo që ka ndikuar mo persekutu Imam Ahmedi ka qenë bindja e tyre se Kurani nuk është fjalë e Zotit, por është e krijuar. Pra vetëm për çet fjalë Imam Ahmedi është radhë është dënuar. Vetë pse s'ka pranuar me thonë që Kurani është i krijuar, por ka thonë Kurani është fjalë e Zotit. Pra në kohën e Memuni i ka përkrahur shumë këto Mu'tazili, saqë
kur janë përkthy filozofit greke në atë kohë, Memuni që ka qenë një prej shtetësve kryesor, pse është përhapur, janë përhapur këtë lloj idesh, Memuni kush ka përkthy ndonjë libër të filozofëve grek, sa ka peshu libra, domethënë e ka shpërbly çata me ari. Pa nëse libri ka pas 1 kilogram ari ka dhënë. Pra i ka përkra bindjet e Mu'tazilive dhe i ka marrë afër vetës. Kështu që e detyron shtetin, përgjithësi shtetin islam, me përhap këtë bindje që Kur'ani është i krijuar. Dhe nuk është fjala e Zotit. Kush të ndryshe, ose ka më burgos, ose ka më mbyt. S'ka zgjidhje drejt. Dietarët kur morën vesh për këtë sprovë, shumë prej tyre ekën, mirë pa ata që nuk mundën me ik, e u përballën me sprova, nuk mundën me qëndru përballë. Për këtë arsye krej dietarët në atë kohë që kanë jetuar, domethënë janë xhunjezu dhe kanë thonë Kur'ani është i krijuar. Jo me zemër, mirë po vetëm si fjalë goje për me shpëtu. Për këtë thuhet që Ibn Taymija ka thonë, nuk ka mundësi Zoti më ia fal Memunit këtë çka ka bë, këtë dëm çka ka bë. Ka shtinë në Islam dhe ja bë sebeb shumë dietar morrë, vetëm se kanë ndihmuar më përhap këtë lloj mendime të këqija. Për këtë këtë dietar kanë pranuar me thonë që Kur'ani është i krijuar vetëm për me shpëtu prej, do të thonë vrasjes. E ku janë mbështet këto që kanë bërë tolerime, se na sot për shembull që jemi duke qëndruar në xhami, kur ndëgjojmë çysh dietarët kanë lëshupe, themi, a kanë qenë dietar ata apo s'kanë qenë? Yahya ibn Ma'in ka qenë prej dietarëve më të mëdhej të selefit, që ka jetuar në kohën e Imam Ahmedit. Prej dietarëve më të mëdhej të hadithit. Edhe ky ka thonë që Kurani është i krijuar. Para mënoj, edhe çka. Po tash na që s'janë në sprov, na në rresht i gjykojmë senët, e në rresht e gjykon të njëjtën gjë kur janë në sprov. Pra vaga, peshorja që i marr xhonat, në rresht është kur është në sprov, në rresht është kur është jashtë sprove. Kjo është e dishme. Mirë po fatkeqësisht ne që jemi në sprov shpesh i akuzojmë të tjerë, qysh, pse s'ka qëndru, a ka ditë që jeta është në dorën e Zotit, këtë këto i kanë ditë më mirë se ne. Mirë po na i gjykojmë ato se çomi kur domi, flemi kur domi, dalmi në kafe kur dojmë, mirë po namazën e sabahit nuk keni mundësi me fal. Do të thonë ty në sprov e xhumit, do të thonë mu përball me xhumin xhunjozosh, e tash pe akuzon ata që u përball me vdekje. Është kjo. Na xhumit suni dalmi përpara, kafës suni dalmi përpara, an kafe an xhami e diskutojmë, e tash i diskutojmë domethënë pse kanë lëshuar me ata. Thonë kjo është më arsyetu për shkak se ka qenë një sprov jashtëzakonisht e madhe. Mirë po Imam Ahmedi edhe pse i ka pas këtë shok, duke pas parasysh se Imam Ahmedi ka vendosur me qëndru stoik, ja ka nisur mos më fol këtë dietar. Edhe pse i ka pas shok. Nuk ban me lëshuar. Kanë bejt vetëm 26 dietarë që s'kanë lëshuar. Duke i maltretu ose duke i kërcënu, kanë bejt vetëm 2, Muhammed ibn Nuh edhe Imam Ahmedi. Vetëm këto 2 prej këtij dietarëve të asaj kohe nuk kanë lëshuar. Vetëm Imam Ahmedi me një djalosh të ri që ka qenë Muhammed ibn Nuh. Po pse kanë lëshuar me ato? Ku janë mbështet? Se ato kanë ardhur te Imam Ahmedi, ka thonë o Imam, Allahu na ka leju. Është fakt se Amar ibn Yasiri, kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, pa besimtarët e kanë dënu qatë shumë sa që e kanë detyruar me fol fjalë që të çesin prej fesë. Sahabi ka qenë kanë dënu vllazën. Edhe duke mos mujt me dëru dhimbjen, ka vendosur me fol fjalë që të çesin prej fesë. Fjalë të këqija për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Edhe vjen i mërzet te pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe i thot: "O i dërguar i Zotit, jam shkatruar ku fol fjalë që s'van më fol." Pejgamberi alayhis salatu wassalam i thot: "Kejfe tajidu kalbak." Po ç'është të gjet zemrën tonë? A je i kënaqur me çato fjalë që ai ti thon, çai ke thon, apo je i hidhur? Po zemrën e kam të mosht me iman, po ato kanë qenë vetë sa më shpëtu shpatës. Ka thon pejgamberi alayhis salatu wassalam: "In adu faud." Nëse e bën të njëjtën veprim prap thuhet të njëjtën gjë. Pse sa Allah ka thënë në Kur'an: "Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Kush beson e pastaj fol fjalë të kufrit, kena me dënu me dënim shumë të madh. Përveç atij që është i imponuar, detyrohet me fol fjalë të kufrit, kjo është çetër sen. Ka tolerime. Pra këto dietarët e kanë marrë çet lehtësim. Mirë, po kur është pyet Imam Ahmedi, pse ti s'më marr këtë lehtësim, ka thonë nuk po lejon hadithi i Hababit. Pra se ka pasur edhe prej sahabe që i ka ndodhur e njëjta gjë. Për shembull, Hababi ka qenë prej të parëve që ka pranuar Islamin. Edhe Hababin e kanë dënuar jashtëmose mushrikët e Mekës. Saqë i kemi dëgjuar disa herë, domethënë tregimin e tij, e kanë kallë një zjarr, e kanë bë prosh tokën, e pastaj e kanë shtri me shpinë prosh. Vetëm mori kthy ose në fol fjalë që çesin prej fesë. Tash Hababi dhim të mëdhoja më shtrim prosh.
Shkon te pejgamberi alayhis salam, thotë shkova te pejgamberi alayhis salam, kishte qenë duke u pushu në Qabe, tek hija e Qabes. Edhe i thash, oj dërgumi i Zotit, a mundesh me lut Zotin që më na ndihmon? Vetë ç't fjalë. Pejgamberi alayhis salam ç't fjalë azuni që si fjalë të mëdha. Fa e di që para nesh ka pas njerëz të cilët besimtar të mirë në Zotin, që janë do për gjysmë me sharr, e janë kreja me rrep me krehër të hekurit, dhe kjo nuk i ka bën më rikthy prej fesë tyre. Po janë byt, janë do për gjys, e ti po mankosh pse të kanë shtrinë prosh. Shej ka thonë fund, walakinnakum tastajilun. Mirë po, jeni një popull që po nguti. Prandaj ai kur Xhoni ka thonë pejgamberit alayhis salam, kjo meriton domethënë meditim. U dënu, veç i ka thonë ai dërgumi i Zotit, lutë Zotin më na ndihmu. Por pejgamberi po thotë ti po ngutesh vetë ç't fjalë pse e thove. Për çfarë ndërun vllazën ata e kanë udhëheq botën, pse se pejgamberi alayhis salam i ka kalit, nuk i ka vajtu, edhe pse u mërzit shumë për atë çka i ka ndodhur. Mirë po ka dashur mi bën burra të mëdhej, se në të njëjtin hadith thotë, nëse çndroni që është të fortë, ka më shpërndar Islamin me të madh sa që ka më udhëtu njëri i vetëm në për tokë, s'ka më pas frikë se dikush ka më përsekutu. Pa ka dashur mi formu burra të mëdhej. E na fatkeqësisht që jemi ngotshëm e mos me mirësinë e Zotit me gjanat e kësaj bote. Pra pse Zoti mos po më ndihmon me ble iPhone 15, 16, e ai s'po falet e eko. Unë kam vetëm 10. Na çtoj më atë mesenet. Pra më na ndëgju pejgamberi alayhis salam çat fjalë. Çka kish më na thon? Këta e kanë dënu, veç se ka thon lutë Zotin, pejgamberi alayhis salam ja ka pasur të madhe. E Imam Ahmedi po thotë që ky hadith mos po më lejon me lshupën. Edhe më thon që Kurani është i krijuar. Prandaj u përhap lajmi ndër vllazën në kohën e Memunit, se krejt e kanë thonë që Kurani është i krijuar përveç Imam Ahmedit. Edhe që ati djalosh e tri. Edhe thot Berma prej Bagdadit, në Tarsus ka qenë duke jetu Memuni. Berma prej Bagdadit, shkon e merne, ledhën edhe bere këton. Ta këshyrë me se, a ka mundësi me qëndru që ashtu që të thonë. Edhe shkojnë edhe morën Imam Ahmedin, në rrugës duke ardhë Ebu Gjafer el Enbari, ka qenë një njeri i devotshëm i mirë. Kur kishtë ndëgju që halifja ka thirë Imam Ahmedin me shku, mu përballë me ta direkt, ka jetu këtë gjasi lartë, ka morë udhgat vetë me taku në rrugë Imam Ahmedin. Veç për një porosimi ja dhanë. Për më dhe dërën vllazën, a shpesher, përshimë më ders, e mos një kohën, a me shku, a mos me shku, a hupin e i sen. Udhë të madhe, veç një këshill më ja dhanë. Shkej ka thonë kë? I ka thonë oj Imam Ahmed. Thotë unë që të rukëtim të madhe këmë ba, veç ty më taku. Thotë pse më nuk me bon kaq udhë të madhe? Ja thotë kjo është e rëndësishme për mu. Thotë ti je sot koka e njerëzve. Me ty njerëzët ose kanë me deviju, ose kanë me shpëtu, kanë me ullzu. Kështu që qëndros të ikë, mos lësho penjë. Banë lëshove penjë ti, vaj halli për neve. Thot ti ki me vdik, qatë do që ta ka shkru Zotit që ki me vdik, ki me vdik. A prej shpatës të khalifës, a prej pa ndodhë kur gjanë ki me vdik, thot. Mirë po ose vendos me jetu i nderum, ose me vdik i në nëqmum. Thot Imam Ahmedi, përsërit me edhe njerë këtë fjallë. Pra je do këtë një fjallë madhështore, përfitu, se ka njerë një fjallë banë sebeb që ti, ba ki mu përballë me lloj fortunës provash. Ja përsërit prap njëtën fjallë, dhe thëtë mashallah, Allahu që përblef. Pastaj rrugës duke ecë, Muhammed ibn Nuhi, që ki Muhammed ibn Nuhi këtë djalosh i ri vdes. Thonë vdes për shkak se sprova të mëdha kështu me radhë, mirë para se me vdek, i thotë o imam, thotë unë nuk jam sikurse ti, pas ti si je sikurse unë. Pra ne jemi dy nivele ndryshme, ti je larg me. Edhe i thotë kështu që po të këshilloj, që me bon sabër edhe mos me lëshupe. Vdes Imam Ahmedi ja fal xhenazën e varros, pastaj duke u nisë rrugës për me shku, njëri prej atyre ushtarëve që i ka dërguar motësimi, fillon me çajtë dhe i thotë o Imam Ahmed, e kum dëgju Memunën duke e bën një kërcënim që s'e ka bën për askën tjetër. Po kam frikë që si të shkojsh ki mu dorëzu. A ki mundësi me bën lëshim, bile me shpëtu se s'ki mundësi me shpëtu prej dorës tina. Ka thonë vallahi në momentin që të vjen, nuk lëshon pej ka me my, e ku më rej shpatën për ta. Para me khalife i muslimanëve ndër vllazën, khalife i muslimanëve. Memuni, se në ndodh ka thash motësimi, Memuni. Thonë Memuni e ka bërë këtë kërcënim, ndërsa Imam Ahmedi ju përgjigjet duke i thonë s'ka shans me bërë këtë gjë. Kur e nin këtë fjalë, Imam Ahmedi ngrit dorën nga qielli dhe thotë o Zot, Memunin, khalifën e ka mashtru butësia jote. Se ky shatu bon tokë, ky meriton me aqu të një dënim prej qiellit. Thot mundësoma që kur mos në po, a i ftyrën teme, e unë ftyrën e tina.
Halau, mund sama që mos me paun ata, mos më taku. Halau pa më rrinj atë, vjen lajmi që Memuni ka vdekur. Kemi thonë që Imam Ahmedi ka qenë prej evlijave të Zotit. Kur është lut për diçka, lutja nuk është kthy mbrapa. Kështu që vjen lajmi që ka vdekur, pastaj eri kthej prap në Bagdad, në burg. Pra rikthehet në Bagdad në burg. Mirë po Memuni para se me vdek, ja le vllavit vet emanet që ka pas me trashëgu xhilafet. Këtë herë xhilafeti është trashëgu. Po e meritoj se meritoj, e ka vlla, e ka djalë, ja ka lënë. Si pasorin, fatkeqësisht. Kështu që ja le emanet i thotë vllavit vet, ti ke me orë mas meje, e unë po vdes. Thotë çato parime që ku mojt unë mos të shohin. Çoje këtë punë deri në fund. Montesimi ka qenë një njeri ignorant. Por nuk ka qenë i dishëm. Ka qenë i përgatit në aspektin ushtarak. Mirë, por nuk ka qenë prej njerëzve që ka marrë erë në fe, kur gjoheq. As nuk e ka ditë se çka është duke u zi. Pra, për çka Imam Ahmedi është duke u dëmu, se ka ditë. Kështu që pas një kohe e thirr Imam Ahmedin për me shku te kjo dhe me kështu se çka është problemi. E thirr Imam Ahmedin, thotë çka problemi, çka Kurani që për çfarë arsye je duke u dënu, thotë Kurani është fjalë e Zotit. Do ta ki argumente thotë po sa dush. Allah ka thënë hatta yasma kalam Allah, Kur'an. I ka thënë pejgamberit alayhis salam kur të vinë mushrik me gjithë të mbështetje dhe strehoj derisa të ndëgjojnë fjalën e Zotit. Pra ka thënë Kur'anin fjalë e Zotit, shumë e qartë. Po ashtu Allah ka thënë Kur'an, allem el Kur'an, ja ka mësu Kur'anin, s'ka thënë e ka kriju Kur'anin. Pra ka pru argumente të ndryshme nga Kur'ani. I kanë dëgju, s'ka pas mundësi me repliku, i ka thënë fut në burg. Po para se me bë debat me ta i ka thënë Imam Ahmedit, mos u tot, fal lëshëm mos u tot. Mirë po kur da Allah më forcu Imam Ahmedi thotë vallahi kum hite këtë duke mos ndje asa grimca ato me të frikë. Ka me thonë ata çka e besoj duke mos u friksu se çka kemë bëti me mua. Pastaj pas që vendos në burg, i merr dietarët që i kalon Memuni para tina, edhe vendos me bën një debat me Imam Ahmedin. Vendos me bën një debat me Imam Ahmedin tash me argumente, unë s'kum ditë, tash po i mbledh dietar. Dhe ky debat zgjat 30. Ky debat zgjat 30, edhe Imam Ahmedin kur e thirrën me debatu me të, thotë fal. Imam Ahmedi thotë çka ka me fol. Thotë s'po shoh këto dietar që me debatu me të. Thotë çka këto janë dietar. Thotë nuk janë dietar këta. Po s'janë këto të kalibrit që unë me debatu me të. Mirë po thotë vazhdo. Po këto për mua janë dietar. Imam Ahmedi ja ban këtë rregull, një lloj pyetje që është rregull e përgjithshme për me përjashtu çdo bidat që ka në fe. Thot Muhamedi alayhis salam, a e ka ditë çfarë çka jeni duke pretenduar që është? Kurani është i krijuar. A e ka ditë Muhamedi alayhis salam tham? Thonë po, kush nuk e ka ditë. Thot po, ana ka lajmëru apo e kam shef? Po nëse e ka ditë që Kurani është i krijuar, ose na ka lajmëru, ose e kam shef. Tash me thonë na ka lajmëru, do të më prunë argument. E kanë ditë që Imam Ahmedi krejt hadithet i dhe me argumente, edhe rrugë të transmetimit, kështu që kanë hesht. Me thonë që e kam shef, i bjetë që e kam shef diçka prej shtolljes. Shpifjen dhe i pejgamberit e më shilin goje. Pastaj Imam Ahmedi thot, khalifës musliman, thot, apo lejon me fol diçka, thot po. Thot, ila ma da ilaihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Në çka ka thirr pejgamberi alayhis salam? Ka thonë ka thirr në shahadet. Po thotë me tham shahadetin. Pse jam këto para ju? Unë musliman jam, e tham shahadetin. Nëse jam prej pabesimtarëve, po, keni drejt. Musliman jam. Pastaj i thot khalifës, gjyshet i Ibn Abbas, se këto kanë qenë prej ardhën prej Ibn Abbasit, prej familjes së pejgamberit alayhis salam. Për këta janë qytë Abbasit. Edhe i thot gjyshet e ka transmetuar një hadith ku pejgamberi alayhis salam ka thonë, a e dini se çka është besimi i imanit? I kanë thonë Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Dhe ka filluar me tregu imani është me thonë shahadetin, me fal namazin, me dhënë zakatin e kështu me radhë, thotë unë krejt çto i pranoj, edhe i veproj. A ban më kallzu pse jam çto? Ato kanë filluar tash me gjujt, grepa dhe kishë mu argumentu. Thot pa Allah në Kur'an ka thonë, Allah Kur'an ka thonë, khalaqa kulla shay. Allah e ka kriju çdo gjë. E Kur'ani është gjë. Ka kriju çdo sen. E Kur'ani është sen. Allah, Imam Ahmedi përgjigjet thot, Allah ka thënë kur e ka shkatruar popullin e Adit, tu demiru kulla shay. Kur e ka dërguar frymën e madhe, ka thonë kjo frymë ka më shkatruar çdo sen. E ka shkatruar tokën e qiellin? Po do të thonë çati të shej, të diçka, hen ajo çka pranon nuk kanë shej. Çka pranon me hinç ata.
Ata që ka spranën dhe dëmë me përjashtu Zotit, nuk hen ta. Po ashtu ata i kanë thonë, çka thu për Kur'anin? A është i krijuar? Ka thonë jo. Thotë, s'po përgjigj në as po as jo. Spari. Tregoni dija e Zotit është e krijuar. Dija e Zotit është e krijuar. Nëse thoni dija e Zotit është e krijuar, i bie që Allah s'ka ditë, tani e ka kriju dijen dhe ka ditë. Kur'ani është për dija e Zotit. Pra ka fillu çdo fjalë që e kanë pru ato, ky ja kanë mbyll gojën. Pastaj kur e kanë pa këto që nuk po kanë mbështetjen argumente, e halifja vetëm të shiku dhe të thonë eskituhu bil hujja, mshelnja gojën me argumente, nadhiruhu wa kellimuhu, debatoni me ta, folni, mshelnja gojën, apo na shkatërroj në argumente, në argumentime, ato kur s'kan shka me bëma vishtojnë, o halifi muslimanve, innehu dalun model wa mubtadi, o halifi muslimanve, ky nuk është asgjë tjetër vetëm i devijum, dhe është duke dashur mi deviju njerëz dhe është bidatxhi, por Imam Ahmedin. Por ne, kena jep një bazë shumë të rëndësishme, qysh me dallu ai që është në të vërtetën dhe ai që është kotën, ai që është në të vërtetën sjell argumente, ai që nuk është në të vërtetën ai etiketon. Ai të etiketon bën me argumentin që po besoj. Imam Ahmedi për këta halifës vetë ç't fjalë ka përsërit vazhdimisht. Bërëm diçka prej Koranit, prej hadithit, o kam e besuar dhe kam e thonë me ta. S'keni nevojë as më mbajt, po s'keni nevojë as më debatu. Njerëzit u prit, do të thonë njerëzit për jashtë kanë qenë me mira, njerëz me lapsa në dorë duke pritë se çka po thot Imam Ahmedi. Me shkru. Pra, apo thot fjalë e Zotit, apo thot e krijuar. Përsa Imam Ahmedi ka qëtru stoik, këto në fund i kanë thonë, o halife i muslimanve, mbëte, se kjo është sherrë i kësaj dënjoje, mbëte, s'kan punu argumente, e kanë etiketu, kër e kanë po që s'kan dobi as me etiketimi, i kanë thonë, mbëte, se kjo është sherrë i kësaj dënjoje. E halife i muslimanve ka thonë, jam betu që s'ka me mytë me shpat. Ata i kanë thonë atëherë, me kam gjek, edukoje me kam gjek. E Imam Ahmedi ju ka tutë shumë kam gjikët. Ka thonë, nëse më bërgosin, s'kam frikë. Shtëpin e kam si burg. Typen koft më e mirë se sa burgu. E ka pas shtëpin shumë të modeste, të thjeshtë. Nëse u mbysën shkoj shet. Po rrahjes me kam gjek ju ka tut. Po çfarë arsye ju ka tut, jo pse i dhan. Po u shtut se nga dhimbt e mëdha ka mundësi me bën tolerim me vallëshime. Njeri ku të ka dhimbt mëdha, ka mundësi me fol diçka që s'ka çef. Edhe kësaj ju ka tut. Mirë po në burg e ka pas një njeri që ka hyrë në burg për shkak të shkeljeve, dispozitave shariatike. Por gjëna, Ebul Haytham, e thot Abdullah i djali i tij dhe me këta po e përmbyllim, pastaj me vazhdon javën e ardhshme, djali vet Abdullah i thot, e kumni babën tem shpesh duke bë dua, Allahu e rujt Ebul Haythamin, Allah e falt Ebul Haythamin e kështu me radhë. Pra duke bë dua për ta, i thon, kush është ky Ebul Haythami o babam? Thot ka qenë një njeri në burg me mua që fjalët e tij më kanë motivuar shumë. Çka i ka thonë ky? I ka thonë o ima, e ka pas duke u sikletos, duke u tut. Ka thonë ai man, 18.000 herë jam godit me kam gjek. 18.000 herë. Në thonë ndara, jo për një herë, po ndara, thot jam godit për gjunat Zotit. E te kim godit për bindje ndaj Zotit, thot që ndros të ek. Thot unë po baj sabër, s'po kam shame bon duke o rej, pse kum pi alkoole, pse kum vedhe, pse kum bo gjënoje, edhe s'po kam shame bon po doroj, thot e ty në bindje ndaj Zotit. Thot edhe mos e ki derë se të parën edhe dytën e nin, mos kime ni kur gjanë. Pra të parën edhe dytën, nëse qëndron mos trupi ka mu pin, jo se ka më të ratë fekt, ose ka mu pin mos kime ni kur gjanë. Mos ki frikë që ka me ndodhë diçka, mos tani ki me fol fjallë. Edhe thot kjo fjallë, më ka bon të bi shumë të madhe, edhe më ka motivu edhe këmë qëndru së te. E që kanë persekutu, që kanë rejnë, inshallah, do të morën vesh javën e ardhshme. Mirë po kjo motësimi ndërën vllazën, kjo motësimi, që halifja i dytë që tham ka qenë i paditur, i ka pas meritat e veta. Vetëm në ngjarje për me tregu. Mirë po në hak Imam Ahmedit i ka hinë shumë. Po Imam Ahmedi ka thonë në fund, po ja fali vetëm për shkak një pune që e ka bën. Çfarë pune ka bën kë? Namorie ka qenë një qytet që e ka çliruke. Ka qenë në Turqi në pjesën aziatike që është. Ka qenë një vend ku një grua muslimane ka qenë duke ecë, është ul, njëri prej pabesimtarëve ja ka zbulu avretin e këmbëve. Ja ka zbulu avretin e këmbëve. Çka ka bën? Edhe gruaja ka bërtit me të madhe, wa mu'tasima, wa mu'tasima. Wa mu'tasim, ku jeti? Ku je halifja muslimanëve që motrat e tua po që ndëruan kuptim vetëm avreti pse ju ka shplu. Kur merr vesh mu'tasimi për këtë rast, çon fjalë thot, kjo që ka ndodhur. Ushtari parë ka më konë vendit e juve, Namurie, ushtari fundit Bagdad. 1300 km në distancë vjajrore.
edhe formon një ushtri të madhe, vetëm pse një gruas ja kanë zbulu kom, avretën, edhe shkon e çliron këtë vend. Imam Ahmedi thot, por që të vije për çka e ka bën, halal i koft, edhe rroja që më ka bën. E lusmi Allahun e Madhreshëm të na falë, të na mëshiron, e lusmi Allahun e Madhreshëm që smurët tonë Allah të shëroj, në vdekurit tonë Allah të mëshiroj, walhamdulillahi rabbil alamin.